Pasi kemi pastruar mirë fytyrën, bëjmë aplikimin e skrabit enzimatik. Marrim pak nga skrabi enzimatik duke shmangur zonën e syve. Tani presim 5 deri në 7 minuta, pasi është bërë minutazhi dhe lëkura ka përtitur të gjithë kremin, shpërlajmë fytyrën me ujë. Kemi tharë fytyrën butësisht, bëjmë aplikimin e kremit desensitiv. Tani, pasi fytyra jonë është komplet e pastër dhe nuk ka asnjë qelizë të vdekur në të, bëjmë aplikimin e kremit desensitiv. Kremin desensitiv përsëri e aplikojmë në fytyrë dhe në qafë duke shmangur zonën e syve. Dhe lëkura ime tani është më e pastër, më e freskët, më e butë dhe pa qeliza të vdekura. Pas përdorimit të skrabit enzimatik edhe të kremit desensitiv, lëkura është e pastruar nga qelizat e vdekura, reduktohen skuqet e lëkurës, rritet elasticiteti dhe minimizohen shprehjet e mimikës. Duket rezultati që në përdorimin e parë.